Një grup turistësh të cilët fluturuan me aeroplan nga Italia kanë qenë të parët që mbërritën në këtë vit në aeroportin turistiko-sportiv të Gjirokastrës. Grupi i përbërë nga 5 persona fluturuan direkt nga aeroporti i Barit në drejtim të Gjirokastrës. Pjesë e këtij grupi ishin sipërmarrës dhe ekspertë të turizmit, të interesuar për të njohur me qytetin dhe vendosur ura bashkëpunimi në sektorin turistik. Për mua është hera e parë që ndodhem në Gjirokastër. Fluturimi shkoi shumë mirë. Është hera e parë që fluturoj me një aeroplan të tillë dhe gjithçka ishte e mrekullueshme. Shpresoj që me sa pam nga ajri i Gjirokastra duket e veçantë. Dëshiroj që vizita jonë të përfundojë me urimin për të rikthyer sërish këtu. Certamente. Mendoj se qëndrimi në Gjirokastër është mjaft i këndshëm. Një turist mund ta vizitojë kështjellën e mrekullueshme. Kulinaria tradicionale është fantastike. Janë të gjitha mundësitë për ta bërë Gjirokastrën një stacion turistik, shumë interesant për të gjithë vizitorët. Per fare di Girocastro una tappa turistica molto interessante per quanto mi riguarda. Prej fillimit të vitit, qyteti i Gurt ka mirëpritur rreth 30.000 turistë, kryesisht të huaj.